Ishte viti 2008, së bashku me një grup studentësh u gjenda në hallin e radio televizionit shqiptar, i shoqëruar sigurisht nga pedagogu im i gazetarisë i asaj kohe, Agron Bala, një njeri jashtëzakonshëm, dhe me njëherë na prezantoi me drejtorin e programit të mëngjesit dhe porosia që profesor Agroni i la kryeredaktorit të mëngjesit të asaj kohe ishte Alfons, këtë djalin dua të ma bësh gazetar. Faleminderit Fons se je me mua sot. Faleminderit shumë për ftesën Ilir. Është kënaqësi me disa fish, sepse unë nuk është se i përkas një profesioni tjetër dhe faleminderit që më thrasin për studio, po ndi dhe si detyrim profesional, sepse herë tani më thërati, ndonjë ditë tjetër thrasun dikë tjetër, kjo është pjesë e punës sonë dhe kam kënaqësi disa fisha aq më tepër që kemi punuar dhe bashkë, kemi shokë të tjera në radhë. Në fakt, Alfonsi është shefi im i parë, edhe unë jo pa qëllim bëra këtë parantezë në këtë podcast, bëra këtë hyrje, le të themi, pak nostalgjike, sepse brezi im ka punuar dhe realisht ka patur fatin të punoj me një armat të tërë profesionistësh, nga të cilët edhe kemi mësuar, por edhe kanë ndikuar tek ta që jemi ne sot. Nuk e di se si e shikon këtë formulim që bëra unë Fons. Të gjithë ndikohen nga paraardhja, poetët, shkrimtarët, gazetarët, shefat e kuzhinës. Edhe shefat e kuzhinës, matematicienë. Matematicienë. Një profesion larg me. Të gjithë ndikojnë dhe thash kjo është e natyrshme, kanë nuk po them idhujt atyre, po kanë shembujt. Kanë shembujt atyre. Edhe unë ndoshta sigurisht, nga njërë këto nuk janë të deshifrueshëm ose të kuptueshëm kuptimin teknik të fjalës, por këta shembuj në mënyrë nga njëherë iracionale ndikojnë në punën tonë, në profesionin tonë, pra bën shembuj pozitiv dhe udhëheqës në një farë mënyre, deri në një farë pike kur pastaj unë tjetri, domethënë, vazhdojmë atë rrugën tonë vete, moderojmë, e pasurojmë karrierën, profesionin, nivelin tonë profesional. Pra, edhe unë sigurisht kam pasur miq, shok, koleg, vartës, të cilët pak a shumë janë ndikuar, dikush tjetër jo natyrisht, sepse është normale, por jam i gjithmonë i gëzuar, jam i lumtur të shoh kolegë të mi më të rinj, të cilët janë bërë gazetar të mrekullueshëm, ku larg qokës bën pjesë edhe ti, edhe plot të tjerë që disa i njeh, disa jo nëpër media të ndryshme ku unë kam drejtuar, që i kam punësuar, i kam ndihmuar në Radio Kontakt, në emisionin mëngjesit te Radio Tirana, në të gjithë këto vendet ku unë kam kontribuar sa kam mundur. Kjo biseda jo nuk është qok, ka një qëllim. Unë mora shkas nga një deklaratë e kryeministrit Rama para pak ditësh për një deklaratë shumë e fuqishme për radio televizionin shqiptar. E kisha si detyrim edhe moral ndoshta për të folur mbi këtë çështje, për shkak se unë jam një produkt i radio televizionit shqiptar dhe ju jeni një ndër gazetarët që keni patur shumë pozicione në atë institucion që për mua është Akademia e Medias Shqiptare, dhe për këtë e them me bindje. Çfarë rëndësie ka realisht, domethënë, televizioni publik shqiptar sot? Si e shikon ti? Mediat publike janë një shtyllë e rëndësishme e informimit dhe edukimit të njerëzve në gjithë vendet e botës. Mediat publike nuk janë shpikur, si më thënë, për t'ju dhënë lek, për të harxuar lek. Mediat publike kanë një mision jashtëzakonisht të rëndësishëm, mision të cilin varësisht prej situatave politike që është diçka tjetër, domethënë kjo, po në thelb Radio Televizioni Publik Shqiptar e ka kryer në një farë mënyre misionin e vet, atë mision për cilin ai është krijuar dhe ekziston. Radio Tirana
që është para televizionit, është themeluar në një kohë nga mbreti Zog, siç dihet. Është themeluar në një kohë kur radiofonia ishte ende në atë latantizmin e saj, ishte proces pestimi, në fillimet e fillimeve. Dhe aso kosh, për shkak se teknologjia ishte siç është sot kuptohet, dhe zhvillimi ishte më i ngadalt. Përpasoj në kohën kur është themeluar dhe ka filluar transmetimi i Radio Tirana, 10 vjet më parë kishte filluar, pak a shumë 10 vjet më parë, kishte filluar transmetimi radio e parë, një radio në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe për gjatë 10 vjetëve, mbas 10 vjetësh është ka emetuar dhe për Radio Tirana. Në këtë segment 10 vjeçar presupozohet që thash pak më parë për shkak të zhvillimit të ngadalt të teknologjisë së atërshme, nuk ka patur shumë ngjarje në një segment 10 vjeçar. Do të thotë që nuk ka patur shumë radio të cilat kanë lindur për aq kohë. Dua të them që me gjas Radio Tirana është gjithashtu dhe një pionjere e mediave radiofonike në rang global, në mënyrë absolute. Vim pasaj tek televizioni, tek radio. Pra, prekja e këtij institucioni është një talebanizëm kulturor, dhe jo thjesht mediatik, po kulturor. Radio Tirana është një emër gjigant, është një Everest i kulturës shqiptare. Pavarësisht se gjatë periudhës së komunizmit kuptohet, ai ka qenë një instrument politik, por në parim Radio Tirana është një institucion aq historik, aq i rëndësishëm, saqë askush nuk mund ta shohë me sy me qëllim të cënimin ekzistencës së saj. Këtu tani përfshi edhe televizionin dhe gjithë institucionin si radio televizion. Se televizioni kur ka filluar transmetimet e veta, në kohën që ne kemi patur mundësi si kom për ta themeluar, dhe deri tani ai ka shërbyer edukimit të masas, sepse siç thash, fjala edukim masas është pak si problematike për shkak të keq përdorimit në periudhën e komunizmit, por është edukim në mënyrën më të pastër të fjalës. Po të shikosh për shembull në programacionin e radios dhe të televizionit shqiptar ka emisione për shëndetin, për problemet të sigurimeve shoqërore, shëndetësore, për bujqësinë, për fëmijët, për sportin, për gjitha. Pse? Sepse edhe nëse shikuesi është në një numër i kufizuar, kjo nuk ka rëndësi. Televizioni publik nuk shkon mbas trendit të kultivuar të konsumatorëve, por përpiqet që të jetë një avantgardë dhe për të tërhequr shikuesit në një fash programes të cilat kanë karakter edukativ. Tashmë, radio televizioni shqiptar është totalisht i pa cënushëm. Jo vetëm për shkak të vlerave dhe të rëndësisë që ai bart në arenën e mediave shqiptare, por dhe për një arsye tjetër tash. Ne jemi aspirant për në Bashkimin Evropian, disa prej organizmave janë atashuar Bashkimit Evropian, themi ushtria që është pjesë e NATO-s. Edhe radio televizioni, në mos gaboj, është pjesë e EBU-s. Është pjesë e EBU-s. EBU-ja është organizmi mbar europian i transmetuesve publik. Nuk mundet. Pra, eksklamacioni i kryeministrit për të zhtukur apo mbyllur apo nuk e di se çfarë shembull në televizionin shqiptar është thjesht emotiv, me origjinë nga ndonjë problem i momentit, i nevrik-likut, le të themi, për përdor zhargon, sepse nuk ka asnjë bazë dhe nuk ka asnjë mundësi askush për të cënuar radio televizionin shqiptar. Dhe ai do të jetë sigurisht, dhe ju e përmendet pak më parë që janë produkti i radio televizionit shqiptar. Radio televizioni shqiptar për shkak të madhështisë së vet, për shkak të moshës së vet, për shkak të peshës së vet, është
prodhues, si më thënë në një farë mënyri, i disa qindrave mira gazetarëve të cilët gazetar, regjizor, kameraman, operator, të cilët kontribuojnë në mediat e tjera private shqiptare, duke përfshirë për më bërë shumë miq, kameramanet, kameramanët, që janë pjesa jo e dukshme e produkteve televizive, janë një shkollë madhore për të gjithë ata që kanë ardhur më pas. Po të përmend një episod vogël nga 96 ndoshta, nuk e di, dërguan për specializimin një grup montazhierësh në Shtetet e Bashkuara. Kur pa në montazhierin, një shefin e montazhierëve të Radio Televizionit Shqiptar, Anton Beqari, ata u pataksën. Normalisht duhej Antoni ti mësonte ata dhe jo këta Antoni. Kanë qenë prapë profesionistë të një rangu shumë të lartë, duarart, si kameramanët, montazhierët, punojnës tjetër të prapas skenave, gazetarët gjithashtu, edhe unë kam qenë për trajnim Shtetet e Bashkuara dhe tentuan të më mësonin gjëra që i kisha bërë me miliona herë. E kanë fjalën që ajo ka dhe këtë vlerë, pra, si shkollë e gazetarisë, ka vlera numismatike, ka vlera aktuale, të cilat janë të patjetërsueshme nga askush. Dhe kjo nuk është domen, nuk është tagër i asnjë kryeministri apo presidenti për të luajtur me Radio Televizionin Shqiptar. Kjo që the është shumë e vërtet në fakt, sepse nëse i rikthehem pak edhe diskursit të mëhershëm, Radio Televizioni Shqiptar apo çdo media tjetër publike në Evropë apo dhe në botë ka 3 qëllime kryesore: misionin e edukimit, informimit dhe argëtimit. Dhe media publike apo Radio Televizioni Shqiptar, dëgjojmë shpesh që ankohen qytetarët apo njerëzit apo dhe vetë kryeministri që nuk e shoh TV-shën prej viteve 90, ka një sens që duhet qartësuar, sepse TV-shëja, le të themi, nuk mund të ketë kurse si programe të tipit Big Brother apo përputhen. Dhe këtu ndodhet edhe keq kuptimi. Shpesh herë dëgjojmë që duam ta mbyllim. Por në fakt, nëse i referohemi të gjithë asaj që the, për sa i përket vlerës dhe historisë së Radio Televizionit Shqiptar, është shumë e rëndësishme ta kuptojmë. Por nga ana tjetër dua të kuptoj edhe diçka që lidhet me vendimarrjen. Kryeministri i Shqipërisë her pas here akuzon mediat për kazan mediatik dhe unë do doja të di mendimin tënd se çfarë i kushton një qeverie që t'i japi vëmendjen e duhur një medie, ose çfarë i kushton kryeministrit që ta fuqizojë Radio Televizionin Publik Shqiptar dhe ta ngrënë në atë nivel që duhet të jetë një media publike. Ky është një problem, domethënë, vërtet i madh. Tani duhet të hyj pak edhe në një kështu segment që e preket. Dallimi ose dy pozicionet, mediat private dhe media publike, Radio Televizionit Shqiptar. Ka një dallim shumë të madh. E thash edhe pak më përpara, nëse e vure re, që mediat publike nuk shkojnë mbas trendit, por përpiqen që të vendosin trende të cilat përputhen me normat civile, etike, morale etc. Pra, thënë në gjuhën e sotshme, nuk prodhojmë për të marrë klikime në YouTube edhe në Instagram, por prodhojmë për të kënaqur audiencën. Po, në radio, kur shkova të Radio Tirana, bëra një redaktim, një seleksionim, le të themi, të kontingjentit të këngëve që transmetoheshin. Pasi kishte edhe këngë nga këto komercialet, të cilat i urdhërova të ndërprisnin në mënyrë të menjëhershme transmetimin e tyre, këngë komerciale kështu. Dhe më thanë drejtor, po se i dëgjojnë kështu. Jo, e thanë, nuk të shkojmë mbas atyre. Ne do t'ju ofrojmë art të vërtet dhe kulturë, muzikë të shëndetshme. Po, të shëndetshme, dhe ata ngadal do mësojnë dhe të dëgjojnë këto dhe të heqin dorë nga muzika komerciale dhe anti-arti. Okej, pra qëllimi është pikërisht ky. Mediat private mund të bëjnë çfarë të duan, por edhe ato duhet të kenë një kufi. Një kufi të cilin qeveritë shqiptare të gjitha, s'bet fjalë këtu për qeveritë e Ramës, por të gjitha një kufi të cilin këto qeveri shqiptare nuk ua kanë vënë kurrë dhe e kanë konsideruar si diçka të pavlerë.
por duhet patur parasysh se kënga fjala vjen është pjesë e shumë e rëndësishme e kulturës kombëtare. Dhe jo vetëm kaq, por kënga është një element shumë i rëndësishëm sepse ka ndikim shumë të fuqishëm, shumë më të madh nga çdo lloj pjesa tjetër e kulturës tek ndërgjegja dhe tek edukimi estetik i njerëzve. Po të marrësh një njeri dhe ta lesh dëgjoj hip hop, rap, muzikë le ti dëgjoj dhe ato. Jo, ta lesh dëgjosh vetëm ata. Dhe një tjetër ta ushqesh me muzikën, ata do të jenë shumë të ndryshëm dhe nga pikpamja e estetikës dhe funksionimit të tyre intelektual, njerëzor, shoqëror tjera me radhë. Thoshte edhe një shok që sa filloi dëgjonte, ai egzageronte me shaka. Sa filloi dëgjonte hip hop, thoshte, jo vetëm s'mësonte, po më shifte edhe shtremët edhe nga këto veprimet e reperëve. Pra nuk është diçka kollaj. Ti përmend edhe këto emisione të cilat përputhen shtëpia, nuk e di, në mes të ishullit nga këto Big Brother e tjera me radhë, se ka disa formate, të cilat në gjykimin tim shteti duhet të ndërhyjë, sepse shteti nuk mund të lejojë çdo edhe domethënë në thelb njeriu mund të thotë un kam qef dhe të dalin 100 veta nudo në prashu, po i ndalon ligje, ka ligje për të mbajtur të qartë dhe të paprekur etikën e komunikimit ndërnjerëzor, social. Për këtë arsye dhe shteti ishte dashur të ndërhynte fort dhe në sistematike që në fillim dhe të ndalonte, pra të vinte censur ndaj këtyre programeve të cilat janë një katastrofë e ekologjisë, estetike dhe shpirtërore të njerëzve dhe kanë ndikime aq të mëdha sa nuk mund ta imagjinosh. Ndikime të cilat në mënyrë jo të dukshme, se nuk kemi të bëjmë me një çështje matematike, pra çështje formimi kulturore, shpirtëror, kanë ndikime aq të fuqishme sa rritja e krimit, e papunësisë, e mos shkuarjes në shkollë, e rrahjeve në rrugë, vjedhjeve, gjitha këto janë pasojë edhe e këtij lloji edukimi. Sepse kur del një mafioz ignorant me 2 kg flori varse dhe ai quhet VIP, tani ky tjetri që nuk e di, një adoleshent, kujton se ajo është rruga për të bërë jetën dhe ndikohet sigurisht. E merr si model suksesi. Dhe merr si model suksesi, ashtu si kundër tragjikisht model suksesi janë futur në shkolla dhe në teksta shkollore, noisy dhe nuk e di se kush, në një tolerancë absurde nga ana e autoriteteve të Ministrisë së Arsimit. Prandaj nuk është kollaj këtu. Ndërsa radio televizioni publik bën të kundërtën. Ai nuk duhet të shkojë mbas trendeve që në mënyrë komerciale dhe hilanjose mediat private për arsye të thjesht të përfitimeve apo për qendra konkurrente. Konkurrente kanë ndikuar. Tani më vjen keq ta them, Ilir, gazetaria shqiptare sot është në nivelin më të ulët të mundshëm. Pothuajse nuk ka, është katastrofale. E para, e dyta. Duhet që të ndërhyjë gjithmonë është detyrim i qeverisë për të ndërhyrë. Mirë po, çfarë ka ndodhur? Sa i përket thelbit të diskutimit, që të mos degëzohemi se mbase unë për shkak të smundjes profesionale flasim, duam të themi shumë gjëra. Në fakt janë të gjitha të rëndësishme, se në fund ditës i përkasin shoqërisë. Ka një gjë. Po marrim shembull Italinë. Televizioni italian, Rai, le të themi, edhe ato privatet, janë, si thonë në jargon, nona. E medias. Në prodhime televizive italiane, kanë qenë model imitimi për gjithë Ballkanin. Jo, Evropë, italianët janë nona e kësaj pune. Tani, përse gjithë këto vite, me dekada e kanë, nuk ka shans të cënohet pozicioni numër 1 i Rajit. Pse? S'ka pas lek Berlusconi me rrjetin e vetë të televizioneve?
apo Çeki Gori, apo ku diun kompani të tjera mediatike. Që ta thyen? Që ta thyen sa të duash. Por nuk munden me ta cënojnë sepse e mbron është i publikut ai. Nuk është i qeverisë, është i publikut. Dhe qeveria është e detyruar që ta mbështesë, ta ruaj, ta mbrojë, ta forcojë. Po është vetë qeveria që thot ta mbyllim. Në Shqipëri ka ndodhur e kundërta. Për gjatë gjithë kësaj periudhe, kur kanë lindur një pas një mediat private, politikat qeveritare kanë ndërhyrë në radio televizionin publik shqiptar, nëpërmjet drejtuesve që i kanë emëruar atje dhe i kanë emëruar dhe është punuar eksaktësisht me qëllim që të rënohet pozicionit, të rënohet rëndësia i radio televizionit publik shqiptar në favor të mediave private, në favor të 2-3 mediave private, fuqishme. Sigurisht tash dihet se për çfarë bëhet fjalë. Ky ka qenë problemi. Dhe shumica e drejtorëve, për fat e drejtorëve të përgjithshëm të radio televizionit publik shqiptar, për fat të keq, i kanë shërbyer pikërisht kësaj politike rënuese me ndonjë përjashtim. Patjetër, dhe kanë çuar radio televizionin publik në këtë gjendje tani që kryeministri thotë se kanë parë që nga 90. Po nëse se ka parë nga 90, atëherë kush ka thënë që duhet që nuk vlen. Po të mbyllur që nuk vlen. Që nuk vlen. Nga ana tjetër, po më thosh një koleg sot, i cili si ja përmendën, ju ka thënë me që kryeministri ka thënë që nuk ka shohë që në 90-ën, atëherë gjatë ditës së sotme, për dje bëj fjalë, gjatë ditës së sotme nuk po transmetojmë asnjë gjë nga aktivitetet e qeverisë, ministra parlamentit. Eksakt, ishte një nga pyetjet që desha të ngacmojmë. Dhe ta shohim a shef apo nuk e shef, sepse realisht qeveria, të gjitha qeverit, jo vetëm Rama, edhe Berisha më herët, e kanë shfrytzuar asetin e radio televizionit shqiptar, duke e përdorur si një vegël, pra për t'i shërbyer për transmetimin e seancave të parlamentit, apo mbledhjeve qeveritare, apo vizitave të kryeministrit dhe të presidentit e tjera me radhë, dhe në fund del Rama dhe thot që nuk e shoh që prej 90-s. Po në fakt kë ke parë nga 90-a deri në 95-ën, kur është hapur edhe televizioni i parë privat në Shqipëri, se është një hardcore 5 vjeçar, i bie që ti s'ke parë media fare, s'ke konsumuar media. TV-shiaku në mos gaboj është hapur në 95-ën, fund 95-s. Çfarë ka bërë Rama në këtë periudhë? Ka parë vetëm gazeta? Po thjesht, domethënë ai prononcim është thjesht produkti një inati, një nervi të momentit, sepse i ka parë që çka me të edhe Shijakun, edhe bile se kam pas të ftuar ke Shijaku në kohën kur nga ministër i drejtësisë u bë kryetar bashkie. Ministri i kulturës. Po, nga ministri i kulturës u bë kryetar i bashkisë. Pra natyrisht i shef, sepse asnjë politikan nuk mund të mos i shoh mediat. Ideja është që ka qenë domethënë thjesht për ta denigruar për momentin mbase, por edhe një herë unë mendoj që komuniteti gazetarëve duhet të reagojnë ndaj deklaratave të tilla, pavarësisht se ai nuk e mbyll dot, s'ka çfarë bën radio televizion publik shqiptar. Por komuniteti i mediave duhet të reagojë. Komuniteti i mediave duhet të reagojë për këtë. Komuniteti i mediave duhet të reagojë për termin Kazan. Komuniteti i mediave duhet të reagojë për intimidimin që i bën dhe gazetarëve. Për aty që i tha jeni budallënj, por s'dini etj me radhë. Tu ka një problem, ata vërtet, shiko, ka gazetar që s'din, ka gazetar që po do mësojnë tek e fundit. Problemi është që nuk i takon kryeministrit të etiketoj, apo një deputeti apo ashtu që të etiketoj dhe të denigroj në këtë lloj mënyre komunitetin e gazetarëve, pavarësisht, siç thash pak më parë, për hir të së vërtetës duhet të thënë se media është katastrofë. Unë jam nga gazetarët më të vjetër në Shqipëri, të post-komunizmit sigurisht, kanë filluar që në 91 me fjalë te gazeta Koha Jon, e deri sot që kanë kaluar 3 dekada e gjysmë me firifiu. Jam gazetar i vjetër dhe unë i shoh me, domethënë kam punuar edhe në ato kohra kur gazetaria ishte në kulmin, ishte kur kishte ajkën më të mirë, patjetër dhe punonim me shumë pasion, me shumë ashtu në vështirësira të jashtëzakonshme. Ikjan Kukës për të bërë kronik, sa rria aty ikjan në shtëpi, më thërrisnin do ikish në
kakavi, pe fuskat, kupton. Punonim shumë, ma ato i bënim, lajmet ishin bio, i bënim vetë, dhe më thënë edhe i jepnim. Në ato kohë në RTS për hir vërtet s'duhet të thënë çka kam punuar, për shembull informacion nuk më ndërhyn të njëri për ta bërë lajmin si të duan ata e të tjera me radhë. Sot ju shkojnë të gatshme. Gazetari shndruar thjesht në një robot, në një ndërmjetës IT-e që kalon nga telefoni vet, kalon lajmin atje, cilin e kanë përgatitur zyrat e marrëdhënieve me publikun, të PR-it, të partive dhe të institucioneve të ndryshme. Shikon një 70-80% lajmeve nuk janë lajme dhe s'kan asnjë lloj vlere. Del ministri X, se s'du të përmend emra, del ministri X, thot po inspekton lotin X të rrugës Klojk Bërzhit. Po pse duhet ministri ta inspektoj? Çfarë të inspektoj? Sepse për atë lot, segment rruge, është bërë tenderi, është paguar ai zotëria, dhe ai që është paguar kompania private, është paguar mbasi ka paraqitur stafin e plot, arsenalin e mjeteve të punës, stafin teknik, administrativ, supervizorin, e tjera me radhë, dhe kur mbaron kjo, pastaj shteti shkon e kontrollon e kështu me. Nuk shkon ministri të inspektoj dhe të thot kjo grumbulli këtu. Ministri duhet të inspektoj dokumenta. Ministri rrin zyrë, nuk del gjithë ditën duke inspektu. Është show. Duke janë show pra. Dhe ekranet shqiptare të mbushura përplot me lajme të tilla. Jo vetëm të qeveritarëve, dhe të funksionarëve të tjerë të opozitës. Lajme pa asnjë vlerë. Lajme që s'kan lajm brenda. S'kan lajm dhe aq më tepër këto përfshin rreth 70%, po themi 60% që të mos e eksagjeroj të lajmeve. Pjesën tjetër 30%, 35% e ka kronika e zezë, që është gjithashtu një politik katastrofë. Që ndikon edhe në formimin e shoqërive. E 5% asaj ngelet sport, në një lajm kulturor, në një ti. E 1% SBA-ja. Edhe prandaj po them që në një farë mënyre, ai ka të drejtë në atë diagnostikimin që bën atë, por nuk është kryeministri ai për të dalë poshtë e përpjet dhe për të sharë me gjithë farlloj fjalësh dhe batutash gazetarët. Këtu është problemi. Pra i lypset edhe atij një farë etike. Fons, më the pak më parë që për këtë deklaratë të kryeministrit të Shqipërisë duhet reagojë edhe komuniteti medias, po vetë RTS-ja, radio televizioni shqiptar. A duhet të dalim me një reagim? Nuk duhet bëj këtu thirrje për protesta. Jo, në mënyrë absolute duhet, por nuk besoj se do të ndodhë. Pse nuk do të ndodhë? Po nuk do të ndodhë sepse në Shqipëri, dhe nuk i vëfaj askujt, kuptohet, në Shqipëri një institucion i cili është shtetëror, ose gjysmë shtetëror, siç është radio televizioni, që është një farë hibrid, do të me fjalë. Po, merr taksa nga qytetarët, që është 100 lekë në muaj që paguhet tek fatura e energjisë elektrike. Por ka dhe buxhet nga buxheti i shtetit, buxhet nga qeveria. Dhe nuk besoj, nuk ma rrok logjika, duhej thash patjetër të reagonte në mënyrë të menjëhershme. Domethënë sa po ka mbaruar deklaratën Rama, më njëherë duhet dilte një deklaratë nga zyrtare nga Radio Televizioni Publik Shqiptar, por nuk do të ndodhë sepse kjo nuk është në traditën e mediave publike, nuk është në traditën e institucioneve shqiptare që të reagojnë për të drejtën e tyre, kur objekti i kundërshtimit është vetë kryeministri ose presidenti. Po, shiko, ka dhe diçka tjetër që në fakt bie ndesh me
Në krye të institucionit, prej vitesh tashmë, jo vetëm 1, 2, 3, 4 drejtor, vihen njerëz që mbështeten qoftë nga e majta, qoftë edhe nga e djathta. Dhe si mund të reagoj, le të themi, drejtori aktual i Radio Televizionit Shqiptar, kur është emëruar po nga kryeministri, sepse këta ndryshuan dhe ligjin për median publike apo për zgjedhjen e antarëve të Këshillit Drejtues, për zgjedhjen e drejtorit të Radio Televizionit Shqiptar. A ka një konflikt interesi këtu në këtë mes? Ka normalisht një konflikt interesi, se i bi dhe një konflikt interesi dhe do më thënë pak moral në një farë mënyrë, le të themi, por sepse gabimi ka filluar që më përpara kur emërimi i drejtorëve të përgjithshëm është bërë politik. Pavarësisht se shpesh drejtorët caktuar, siç është drejtoresha aktuale apo ndonjë prej paraardhësve, nuk kanë qenë dhe nuk janë njerëz me pikpamje politike të shpallur atyre, mase kanë ushtruar në mënyrë korrekte detyrat e tyre si gazetar, por ama secili prej tyre gjithmonë ka patur një mbështetje politike. Dhe nëse partia në pushtet nuk ta jep vizën, ti nuk bëhesh dot, domethënë drejtor atje. Kjo është e qartë. Fatkeqësisht, do të ishte mirë të ishte ndryshe, pra të vlerësoheshin kriteret në një mënyrë më civile, po themi më apolitike, por kjo tani është bërë si traditë dhe nuk ja vret më veshin askujt. Pra për emërimi i drejtorit duke me mbështetje politike, pavarësisht se shpesh, siç është drejtoresha në rastin konkret apo vendin tjetër, nuk janë njerëz të cilët kanë mbajtur anësi politike të tjera me radhë. Por nuk e di dhe nuk e kuptoj sepse të gjithë drejtorët nuk janë bërë me mbështetje politike. Në këto kushte vret tani reagimi i institucionit ndaj kryeministrit. Pra, handikapi e ka origjinën, nuk është i momentit. Ka origjinën është trashëguar. Është trashëguar, ka origjinën. A shkon në burg nëse del kundra Ramës? E ka origjinën shumë më të hershme. Dhe prandaj tani ke dëgjuar na erdhi për shembull vend drejtor Ilir Karabahimin, i mbështetur nga Partia Republikane, po ja është marrë për shembull, i mbështetur nga Republikane, nuk e vret njeriu asnjë, okay, në rregull duket. Prandaj Shiko, më the parë që edhe niveli i gazetarëve është në qofse do përmend edhe unë një zhargon në një derexhe. Pse ndodh kjo? Fakti që ikin shumë njerëz nga Shqipëria, fakti që ka humbur interesi ndaj gazetarisë, apo është vetë media që e ka prishur këtë zinxhirin, duke përfshirë tu edhe universitetin, se edhe universiteti ka një rëndësi të caktuar. Dikur domethënë të konkurroje për gazetari duhet ta kishe mesatare mbi 8, mbi 8.5 në mos gaboj. Ndërsa sot të lusin që ti të vish dhe të studiosh për një deg caktuar, jo vetëm në gazetari. Domethënë janë gjithë universitetet në rang kombëtar që vuajnë mungesën. Nuk e dija këtë gjë, domethënë, sepse është një teknikë, domethënë, dhe s'm ka rënë të ndeshem me të, por po filloj nga kreu, nga fundi domethënë i pyetjes tënde. Në gazetari duhej bile pak e pas kam patur edhe 8. Edhe më patjetër, edhe më lart duhej. Sepse ti je gazetar, për shembull një gazetar ekonomisë duhet të njohë politikën, ekonominë politike, ekonominë ato bazën, duhet të njohë termat ekonomik, termat zhvillime gjeostrategjike, duhet të njohë kulturën e vendeve të tjera, sepse janë gjëra të lidhura. Të gjithë gazetarët duhet të kenë një formim shumë të plot të gjithanshëm. Pra, të keni një background ose një formim intelektual. Po patjetër, dhe kështu që nuk mundet ti që një nxënës i cili mezi e ka marrë gjimnazin dhe nuk di asgjë dhe fatkeqësisht shumica nuk din asnjë gjë, as nga historia, as nga kultura, as nga gjë. I pyeti ata gjimnazistët e sotëm, kush është Ismail Qemali, nuk e din. Ose ngatrojnë me kryeministrin. Po. Edhe nuk e din. Pra, ky nuk mund të shkojë të studiojë gazetari, Ilir. Sepse pastaj dalin çyryk
Dhe sa më i paditur, aq më i përdorshëm bëhesh. Këtu është problemi. Cila mendon se është zgjidhja? Si mund ta zgjidhim këtë situatë mediatike? Okej, nuk është zgjidhja që ta mbyllim RTS-n, të japim mundësi një media tjetër, apo të lindim një media tjetër, apo ta japim me qera RTS-n ta administrojë dikush, dhe pastaj prap ankohemi sepse nuk e kryem misionin ton siç duhet, dështuam me ringritjen e medias publike tjera me radhë. Ke një zgjidhje si e mendon ti, sepse domethënë një gazetar me kaq vite eksperiencë sigurisht që ka një përgjigje për këtë. Eksperiencë kam edhe përgjigjen në base, nuk di nëse përgjigja pasaj është, domethënë shumë, nuk është, domethënë është përgjigje konsiderueshme apo jo, se unë vërtet jam gazetar me shumë përvojë, por keni qenë dhe drejtori i fundit i Radio Tiranës. Mo i kam. Drejtori i parë ka qenë, le të themi, themeluesi, nëse mund ta quajmë, Ahmet Zogu apo jo? Ai është themeluesi. Dhe i fundit jeni ju. Është fat ky në fakt. Pavarësisht do ishte fat shumë më i madh që ta vazhdonte të ishte po ashtu në atë lloj pozicioni Radia, siç ka qenë, se siç thash është një emblem absolute Radio Tirana. Okej. Nuk e di tash për sa i përket ndonjë zgjidhje aty, sepse kërkon pak edhe si më thënë tru menaxheri, gjë që unë nuk e zotroj, jam gazetar i vjetër, kam eksperiencë duash, për kjo çështje e menaxhimit pasaj dhe siç është Radio Televizioni Publik është një ndërmarrje gjigante, është jashtëzakonisht e madhe. Problemi është gjithsesi i thjeshtë. Radio Televizioni Publik shqiptar nuk preket. Dhe politikanët duhet të ndërgjegjësohen që të mos ndërhyjnë në punët e brendshme, le të themi, të Radio Televizionit Publik, duhet të vënë ligje dhe ligje të shkruara dhe ligje të pashkruara morale dhe të bien dakord që në krye të institucionit publik, Radio Televizionit Publik Shqiptar, të viren njerëz me konsensus politik, se do s'do ato parlamenti i voton, dhe kjo është normale, dhe parlamenti është i përbërë nga deputetët e partive, nga politika, kupton? Pra në fund ngjërim politik, gjithsesi, po këta duhet të bien dakord që të bien në konsensus që drejtorët të mos vendosen në a priori nga grupet parlamentare dhe nga partia në qeveri. Po të studiohen, të shikohen ato background e tjera me radhë, se kanë ndodhur për shembull drejtorë që kanë ardhur nga fundi i botës, në kanë vënë këtu që është diçka komplet e pakuptim. Në fakt, unë e kam propozuar një zgjidhje përpara se të largohesh. Unë po e them këtu për herë të parë, jam larguar nga Radio Televizioni Shqiptar me vullnetin tim të plot dhe me dëshirën time të lirë. Për shkak se kisha një mundësi tjetër për të zhvilluar karrierën time profesionale, dhe unë e kam propozuar një gjë të tillë në fakt Fonsi, që drejtuesit e Radio Televizionit Shqiptar edhe antarët e Këshillit Drejtues të zgjidhen po vetë nga institucioni. Absolut. Po në fakt unë isha shumë i vogël dhe jam shumë i vogël përballë politikës dhe zëri im nuk është se padi mbështetje edhe nga kolegë apo edhe nga struktura të tjera brenda institucionit. Kjo ha shumë logjik, edhe është një zgjidhje shumë simpatike, ideale mbase. Sepse në fakt në TVSH nuk ka edhe një sindikat për fat të keq që sindikat s'ka fare në Shqipëri. Ndoshta sindikat është një term i trashëguar prap nga periudha më e hershme, po një organizëm që mund të mbrojë të drejtat e punonjësve. Sindikat ka kudo në botë, nuk i lën qeverit, nuk e lë sindikata qeverinë, sindikata të marrë frymë fare, e mbysin. Po këtu s'ka. Dhe janë shuar me qëllim, dhe ndalohen krijimi i tyre me qëllim, sepse sapo të ngrej kokën Iliri Alfonsi për të krijuar sindikatën e punonjësve të ndërtimit, fjala vjen, ngrihet pronarit flak nga puna dhe nuk e gjen dot më. Kështu ndodh në të gjitha fushat në fakt. Shpresojmë që asgjë e keqe të mos ndodh, sepse Radio Televizioni Shqiptar nuk është thjesht një godinë që informon, argëton dhe edukon publikun, por është një emblem e kulturës shqiptare, të cilën ne duhet ta trashëgojmë brezave, ashtu sikundër edhe kemi dhe rastin që ti e përmend të Radio Tiranës, që edhe pak bën në mos gaboj 100 vjet. Dhe uroj që të tërhiqet çdo deklaratë
e kryeministrit Rama. Unë jam përsëri shumë i vogël ndaj tij dhe këtu gjej rastin t'i bëj thirrje, sepse media publike nuk duhet prekur. Fons, të falenderoj dhe shpresoj që të kemi dhënë pak informacion dhe pak kurajo edhe për ata njerëz që dhe ata kolegë tanët që punojnë në atë institucion. Faleminderit shumë Ilir dhe ju suksese në këtë punë shumë simpatike dhe patjetër të kryer me shumë dinjitet nga ti. Faleminderit. Faleminderit dhe juve që na ndoqët dhe bashkë shihemi javën e ardhshme.